Familja e Haki Imerit ka reaguar pas vizitës së Hashim Thaqit në Kosovë, i cili kishte ardhur për ta vizituar babain e tij në QKK. Përmes një shkrimi në Facebook, ata i quajnë Thaqin kreon e ndërmarrjes së përbashkët kriminale, i cili ka shkuar të derdhë një lot tek shtrati i babait të tij dhe kështu filloi cirkun. Gjykata Speciale e Kosovës bëri një gjest të jetë fisnik, i dha leje kreut të ndërmarrjes së përbashkët kriminale të shkojë të derdhë një lot tek shtrati i babait të tij, dhe ja ku nis cirku. Karroca e propagandës e tërhequr nga kuajt e stërvitur të gënjeshtrës doli në shesh, duke u ankuar me zëra të përvajshëm se gjykata e Hagës është e padrejtë nga tentat e errta të manipulimit. Të llallët e zakonshëm të propagandës rrotullohen nëpër publik me buzët lyera deri te veshët, duke qeshur e qarë njëkohësisht. Njëri tun një pankart me mbishkrimin "Padrejtësi e madhe", tjetri shkul flokët, ndërsa një tjetër reciton fjalime për komplotin botëror, që u paska bërë bashkë kundër heronjve të dieshëm. Mbi të gjitha orkestrën e mëkatarëve të penduar e drejton dirigjenti i klaneve, duke u siguruar që çdo vajtim të bjerë në veshët e publikut si një simfoni e përsosur mashtrimi, por ndërkohë ne dikur nuk i derdhëm lotët për të na parë kamerat apo mikrofonët, ne qanim me dhimbje të vërtet para ata që u vran, në pusi e në pabesi, nga skuadra e vrasjeve të shikut. Ne nuk qanim për shefat e bandave kriminale, por për të dashurit tanë të prerë në bes, ka shkruar familja e Haki Imerit në reagimin e tyre. Më tutje ata thonë se presin drejtësi gjersa kanë shtuar, se karvani i drejtësisë vazhdon të ecë ngadalë, por sigur drejt finales së madhe. Dhe sot, ndërsa ende presin drejtësi, na duhet të shohim lotët e atyre që spiononin dije për Thaqin, e sot qajnë dhe shesin lëkurën për të shpëtuar veten. Ata që sot hedhin helm nëpër studiot televizive dhe psherëtin me dram të stisur janë të njëjtët që dikur ishin bashkëpunëtorët me besnik të Thaqit, por se edhe armiqtë e tij më të efektshëm, tani pasi ka demaskuar koha, kërkojnë ta shpërlajnë veten në anjolla dhe tradhtis, duke aktruar sikur u vjen keq për shefin e tyre, por le të mos lodhen kot, se ky film ka mbaruar dhe publiku di fundin. Ndërkohë spektakli qersharak vazhdon, horrat e propagandës kërcejnë mbilitarin e gënjeshtrës dhe hedhin tym për të hutuar publikun. Karvani i drejtësisë vazhdon të ecë ngadalë, por sigur drejt finales së madhe. E vërteta mund të vonojë, është provuar të pengohet nga baktasqin dhe armiqtë e drejtësisë, por në fund gjithsesi të mbarin. Dhe kur të mbari do të thiken dritat e spektaktit dhe maska do të bien një nga një. Përfundon reagimin familja Haki Imerit,